Përshëndetje Arbri dhe Drini, përralla për sot titullohet Lepuri I ditur. Kadiri të varfër nuk I kishte mbetur në shtëpi asnjë kokër gruri, asnjë grusht miell, asnjë kacille për be. Për këtë arsye, gruaja e shante nga mëngjesi në darkë. Kadiri mendonte dita ditës ku të gjente para dhe më në fund I polli mendja. Shkoi tek një gjatar I njohur dhe I kërkoi 2 lepuj të majm, të cilët ai sapo I kishte kapur. Hë grua, do të bëhemi të pasurit a Kadiri kur u kthye në shtëpi? Parat janë gjë e mirë, por koka e mençur është akoma më mirë. Më dëgjo me kujdes dhe mbaj mend këto që do të them e mos I harro. Unë tani do të marr një lepur dhe do të shkoj tek hoxha, kurse ti shko tek vajza, merr tek ajo mishdhashi dhe oriz dhe përgatit një pilaf të lyrshëm dhe hallë. Kur të vi unë me hoxhën, ai do të pyes pse e ke përgatitur këtë darkë feste dhe ti thuaj se erdhi me vrap lepuri dhe më njoftoi që do të vi një mysafir I nderuar si hoxha dhe ti u përpoq që ta presësh siç duhet mikun e dashur. Një lepur unë do ta lej ty të ulur për tu në minder. Këtë herë gruaja nuk filloi të diskutojë me Kadirin, bëri çdo gjë që ai I urdhëroi. Në këtë kohë Kadiri e futi lepurin në thes dhe shkoi tek hoxha. Hoxha e priti me shumë mirësjellje dhe filloi të hyjë në bisedë me të. Ato folën edhe për këtë, edhe për atë, e s'lan gjë pa zënë me gojë dhe në fund Kadiri I propozoi hoxhës të shkonte për drek tek ai. Çfarë ke ndërmend të bësh ti Kadir? Do të organizosh drek me ftesë? U habit hoxha, duke e ditur se Kadiri më shumë ka dëshirë të hajë si mysafir sesa të presë të tjerët për të ngrënë. Jo, I nderuar hoxh, unë nuk organizoj asnjë lloj dreke dhe ku marrin mua të varfrit të ftoj miq. Po në qoftë se ti pranon, unë do të urdhëroj gruan të përgatisë drekën si të duash ti dhe ne të dy shkojmë atje pa u ngutur. Cilin do të dërgosh ti tek gruaja për ta urdhëruar për drekën? E pyeti hoxha, se punëtori im është në ar, kurse ti erdhe vetëm. Jo, I thot Kadiri, nuk kam ardhur vetëm, unë kam ardhur bashkë me lepurin tim. Po ç'lepur më thua, dhe ku është ai? U habit hoxha. Po ja ku e ke, brenda në thes po rri, ju përgjigj Kadiri. E po ç'na duhet këtu lepuri, u natos hoxha. Ç'bën ti, mos do të tallesh me mua apo si? Dhe do të guxoja unë për një paturpsi të tillë, bërtiti Kadiri duke u ngritur dhe duke u përkulur me paturpsi. Po ti nuk e di vallë që lepuri im është I ditur? Mos më trego vëllëqe mua, u natos edhe më shumë hoxha. Po ja, mos u mërzit, unë tani do të bind, se them të vërtetën, I tha Kadiri I fyer. Tani unë do t'i them lepurit tim që ai të vrapoj te gruaja ime dhe të urdhëroj që të na përgatis drekën. Më thuaj ç'dëshiron ti. Unë nuk do ta refuzoja pilafin, po dhe hallva e gruas tënde nuk shahet. Por shiko, në qoftë se ti tallesh me mua, atëherë s'do jetë mirë për ty, I thot hoxha. Je I qetë dhe do bëhet gjithçka ashtu siç them unë, I thot Kadiri. Me të thënë këto fjalë, Kadiri nxori lepurin nga thesi dhe duke I thënë me këtë rast. Pra, për ty do të përgatis drek, pilaf dhe hallë, ndërsa për mua mishdhashi. Pasi I përshpëriti lepurit në vesh, ai hapi derën dhe e lëshoi. E po tani lepurit të lashëm den, thua I lam të mirë, qeshi hoxha. Mos u bëj kaq I babesueshëm hoxh, u zëmërua Kadiri. Ato ndenjën edhe pak, pastaj pa u ngutur, shkuan te Kadiri. Duke hyrë në shtëpi, pa se mbi qëllim ishte mësalla dhe çdo gjë ishte përgatitur për drek, ndërsa lepuri ishte strukur në një qoshe dhe priste ardhjen e tyre. Hoxha u habit pa mas dhe thot, ma shit mua Kadir këtë lepur, e ç'të duhet ty varfanjaku lepuri I ditur, unë do të jap për të 10 florin. Ç'thua ti? Ç'thua mëre hoxha fendi bërtiti Kadiri? Jo re, unë s'ndahem nga I as për më shumë para. Sa vjet e ka mësuar unë atë dhe pa pritur e pa kujtuar ta shes ty. Hoxha unë ta hante drekën, por zilia që Kadiri ka një lepur të tillë nuk e linte rehat. Asgjë s'do kursej që lepurin ta kem unë, u mendua ai. Ja, mund ta lë pa mend shehun Muhamet.
Ata hëngrën drek dhe gruaja e Kadirit pastroi mësallën, pastaj u largua duke I lënë ata të dy. Megjithatë I thot Hoxha, ti duhet ma shesësh mua lepurin. Në qoftë se 10 florin janë pak, atëherë po të jap 20. Më falin nderuar Hoxh, nuk më duan paratë tua, bërtiti Kadiri, apo s'mund të ndahem unë nga lepuri? Do të jap 30 florin, vazhdoi shqetësuar Hoxha. Kadiri vetëm sa tundi kokën. Ai e dinte se Hoxha kokfort, sido që të ndodh, ka dëshirë që të arrijë qëllimin, prandaj do të arrisë çmimin e lepurit. Më në fund Hoxha bërtiti 50 florin. Atëherë Kadiri sikur shqetësua shumë. Nuk më njoshin parat mua, tha ai, por dëshira të jap ty kënaqësi. Një zot e di sa të rënde kam unë të ndahem nga lepuri im, por miqësia para së gjithash. Merre lepurin, është I yti. Hoxha I gëzuar rrëmbeu lepurin dhe duke dashur ta provojë në çast diturinë e tij, tha: "Dhe tani ne do ta urdhërojmë atë të shkojë te gruaja ime e t'i thotë që të na përgatisë darkën, çdo shiron ti." Kadiri trembur filloi t'i mbush mendjen të heqë dorë nga ky projekt, duke I thënë se ai është I ngopur, por Hoxha I dorëzoi 50 naplona të dëshironte të çuditste gruan e tij me aftësinë e lepurit. Në qoftë se ti je I ngopur, tha ai, atëherë po e dërgoj lepurin të njoftoj gruan time të na përgatisë për darkë vetëm ëmbëlsira dhe fruta. Hoxha I përshpëriti në vesh lepurit dhe lëshoi jashtë derës, kurse Kadiri shkoi pa ngutur në shtëpinë e tij. "Hë grua, na gostit për darkë", bërtiti Hoxha që nga pragu I derës. "Ç'darkë?" u habit gruaja. "Unë as të prisja aty për darkë dhe ti shkove mysafir te Kadiri." "Po, kjo është e vërtet. Po pse ty nuk të njoftoi lepuri që të përgatisje darkë?" "A je në vete? Ç'lepur more?" "Lepur I ditur moj grua, që ta dërgova ty. Unë s'kam parë ndonjë lepur." Hoxha u kthye rrëmbyeshëm nga Kadiri. "O e humba davan", mendoi me vete Kadiri, por në pamje duke I qetë. "Ç'thua kësaj ti Kadir?" bërtiti Hoxha gjithë I skuqur nga inati. "Do me thënë, lepuri yt është budallaj I budallënjve. Më kthe parat, o hileqar me çizme." Hoxha tha akoma fjalë thyese e poshtëruese duke tërbuar ndaj Kadirit, kurse ai qëndronte I qetë duke pritur çastin kur Hoxha të qetësoi paksa dhe më në fund tha: "Më lejoj nderuar Hoxh të pyes, çfarë I the lepurit në vesh?" Unë I thash që ai të urdhëronte gruan të na përgatiste për darkë ëmbëlsirë dhe fruta. "Dhe asgjë tjetër nuk I the?" "Asgjë." Kadiri qesh I gëzuar. "Pse zëmërohesh ti me lepurin dhe më fyen mua? Ti nuk I ke thënë se ku duhet të shkonte, e si mund ta gjente ai shtëpinë tënde?" Ai shkreti vetëm gaboi adresë.